Halloween është festa, thot, më e bukur. Në fakt, nuk ka ndonjë bukuri në të, po ta shikosh si festë, qysh në origjinën e saj e shëmtuar është, sepse lidhet me paganizëm, lidhet me adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut lartësuar, vazhdon pastaj historia e saj ku më vonë nisi të adhurohej në të shejtani dhe besimtari duhet të ri sa më larg këtyre festave të cilat i mësojnë fëmijët si të devijojnë nga ajo natyrshmëria e pastër. Nuk ka bukuri në diçka që shëmton, mundohet të ndryshoj krijimin e Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar i ka krijuar njerëzit në formën më të bukur dhe ata mundohen t'i shndrojnë në përbindësha, në pamje krejt ndryshe nga ajo që i ka kriju Allahu i lartësuar. Por më e rënda është adhurimi i diçkaje tjetër përveç Allahut të lartësuar, dhe kjo fest pikrisht këtë simbolizon. Prandaj besimtari adhuron vetëm Allahun e lartësuar, i bindet vetëm një krijuesi, i nënshtrohet vetëm Zotit të gjithësisë, dhe ne elhamdulillah kemi festat tona, nuk kemi nevojë për Halloween.